Ngritja e pagave për mësimdhënësit, pastaj kontratat kolektive të punës ku hyjnë edhe vendimet e përhershme në vendit e punës si mësimdhënës kanë bërë që në sistemin e arsimit në vendin ton të shtohen kërkesat për punë. Shkurt, puna si mësimdhënës po është shumë e kërkueshme dhe sigurisht krijon një stabilitet financiar. Por pas hapjes së konkurseve në pozitat e lira kudo në Kosovë, edhe në Gjakov, po ka dyndje të personave që të aplikojnë për një vend pune. Ndërkaq, Drejtoria Komunale e Arsimit ka plane konkrete për këtë problem. Kohëve të fundit është një situatë pak më e qetë, nuk ka pas plotësime të vendeve të punës, por fillimisht kërkesat e drejtorëve të cilat do të vinë për vendet e lira të punës, me rastin e pensionimit ose të pushimeve të leonis, fillimisht do shiqohet në databazën tonë sa kemi mundësi për të bërë plotësime me kuadrin që e kemi brenda. Në qoftë se një gjë e tillë nuk ekziston, atëherë jemi të obliguar që në afatin e muajit qershor korrik të hapim konkursin për vendet e lira të punës. Por gjithsesi fillimisht bëhet plotësimi i kuadrit i cili nuk ka normën e plot. Dhe kjo po ndodh për shkak të shuarjes së vendeve të punës, humbjes së numrit të nxënësve, rënies së numrit të nxënësve nëpër klasa. Drejtoresha shtoi se po ka ankesa të vazhdueshme nga ana e aplikantëve, por ne do të vazhdojmë me këtë sistem sepse vetëm kështu do të vihen në vend parregullsitë e krijuara ndër vite. Në një formë tani jemi të plotësuar komplet. Të gjithë ata që kanë zënë vendet e punës në vitin e kaluar, e llogarismë se situata do të jetë e qetë për fizikë dhe matematikë. Mësimdhënësit të cilët janë pranuar në verën e vitit kaluar, do të vazhdojnë punën edhe këtë vit, nëse do të jenë të mirëseardhur për të udhëtuar ndoshta edhe nga vendet e ndryshme që vijnë. Përndryshe, emërimet në arsimin parauniversitar nga mësuesit e deri te drejtorët e shkollave bëhen me konkurs të hapur.